Qytetarët që udhtojnë me autobus në linjën Prishtinë-Podujev nga e hëna do ta paguajnë biletën 50% më shtrenjtë. Kompanitë e kanë ngritur çmimin nga 1 në 1,50 €. Arsyeja sipas tyre është rrejtimi i derivateve. Unë ka lajmëruar që të hyjnë çmimin disa kompani, është humbje që po dalim me rritja naftës, se ka bërë vetë, se nafti ka filluar që më hyp, pasagjerë nuk ka, janë da si këtu si Podujev taksisat nuk lënë më marr hiç. Disa udhëtar thonë se kjo do të jetë e papërballueshme. Por konsumatorin në shtrejt se është çpurta shumë e lartë. Ka familja që s'mujnë mi përballue. Por ka të tjerë që i arsyetojnë kompanitë. Besoj që nuk është shumë. Mendimi im, do të thotë këta kanë shpenzime shumë, udhëtar kanë shumë pak. Ndërsa autoriteti i konkurrencës do të merret me mënyrën se si u shtrajtua bileta Prishtinë-Podujev. Ju informojmë se autoritetet do të trajtojnë sjelljet e operatorëve nëse kanë vepruar në mënyrë të koordinuar e që mund të bien ndash me ligjin e konkurrencës. Po ashtu ju njoftojmë se ky treg mbulohet edhe nga ligje tjera me ndikim të impaktit rregullativ. Shoqata e naftëtarëve det më parë paralajmëroi rritje të çmimit të derivateve për shkak të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit.